qytetarëve që policia po punon, po kap trafiqe, grupe tjera me radhë. Pra nuk është qëllimi është që ne këta t'i ndihmojmë, nuk ka qendra rehabilitimi. Pra unë po flas për palën, një nga palët që dhe nga diskutimi që kisha, i thosha, ore pse e përdor lëndë narkotike duke qenë që e djalë i ri, edhe më tha që vetëm nga papunësia nuk kishte pas mundësi që të integrojë një diplomuar dhe nuk gjende dot veten këtu dhe duke qenë se ka qenë i dëshpëruar, konsumonte lëndë narkotike dhe më thoshte nuk kam qendër kur të rehabilitohem, sepse nuk ka vende edhe një qendër që ne kemi. Dhe në këtë rast, çfarë penaliteti pati për të? U dënua si shpërndarës? Po, jo, ai u dënua për prodhim dhe shitje të lëndëve narkotike. Duke qenë se kodi i vjetër penal, se synojmë të bëjmë ndryshimet e këriu i përfshin të gjitha në një dispozit. Zoti Rexhepi, kjo ishte një skenuar, sepse kishte një cigare të cilës ja dha një shoku të vetëm, dhe një shoku i tij prezantoi dikë tjetër që kishte ngel palë narkotike dhe ky nxori i dha cigaren e vet. Se kam kuptuar që komuniteti i përdoruesve të lëndëve narkotike janë një lob që bëjnë shumë për njëri tjetrin. Të mos e promovojmë këtë, avokat. Lëndët narkotike janë të ndaluara e pa diskutim. Nga përvoja që kam pasur. Shumë të dëmshme për shëndetin. Zoti Rexhepi, kodi i ri penal është draft edhe i diskutuar, i shumë diskutuar, nenet të tij pritet të ndryshojnë sepse janë kundërshtuar fort. Sa i përket çështjes së përdorimit të lëndëve narkotike, pritet të çojmë në ndryshime të rëndësishme. Përveç se do të ndaj trafikun, shpërndarjen, prodhimin, në fakt një dispozit që ka tërhequr vëmendje është edhe sasia që do të lejohet. 3 gram kokain, 3 gram heroin dhe 10 gram hashash do të konsiderohen si për përdorim vetjak. Si do të ndikojë kjo tek të rinjt në vlerësimin tuaj? 20 sekonda për replikë dhe vazhdojmë. Dëgjoj, ai aksioni Taulant Ballës mund të ishte i mirë, se zoti Taulant Balla mund të ishte vërtet show, domethënë për efektin në tregun e poshtëm dhe e thash që është prishi tregun e poshtëm, pra ju krijoi klim jo të përshtatshme shpërndarësve. Nuk i ndoqi linjat lart patjetër. Në moment që thua tregun e poshtëm, kuptohet që nuk shkon te shpërndarësit e mëdhenj. Tashi kjo liberalizimi mund të ketë goditur përdorues cilët mund të furnizoheshin në një linjë që ndoshta s'ka qenë e përshtatshme. Mirë, nuk është e thënë të ndani tjetin mendim. Po, të jap avokat të lutem, se nuk dëgjoni nëse flisi një herë. Po, një koment se si mendoni se do të ndikojë kjo dispozit. Nëse lejon disa kese, për mua favorizon shpërndarjen e drogës. Ka që është skandaloz. Një fjali të vetme pa komente fare. Pra, do të ndikojë në rritjen e numrit të përdoruesve? Shkon merr 4-5 qese tjera, u bën 20 qese, shkon merr 4-5 tjera, dhe në rreth pasaj nuk janë për dënime për një qese dhe kur janë përdoruese tjera për dënime të kota. Atë jemi të qartë, duhen sqaruar gjërat se i bën analiza përdoruese të tjera në çfarë niveli e përdor. E tjera, domethënë këto i ngelen e timit prokurorit, zonën të akuzës ngelen edhe gjykatës. Por me 4-5 qese për mendimin tim e quhet tolerancë të madhe. E kuptoj. Mirë, duat kaloj tek e kemi përmendur para pak ditësh, konsiderohet si një ndër operacionet më të suksesshme që solli arrestimin e të kërkuarit Aldo Avdylaj në Tiranë dhe në fakt vëmendja tashmë është se çfarë do të zbardhen, duke qenë se ka disa dosje të rëndësishme në SPAK e gjykatën e posaçme, siç kemi përcjell edhe dëshmi të plumbit të artë prej muajsh tashmë në seancat gjyqësore, dëshmi të forta që synojnë zbardhjen e ngjarjeve. Dhe pas arrestimit të Avdylajt në vëmendje ka qenë nëse do të dalë në dritë, do të zbulohet se çfarë ka ndodhur me Ervis Martinajn. Dua nga një koment nga avokati, por më pas edhe zoti Rexhepi në lidhje me këtë rast. Edhe ky ka qenë një zotim i ministrit Balla kur mori detyrën që do ta zbarte brenda 3 muajve në mos gaboj. Avokat. Atëherë natyrisht që dëshira e drejtuesve të policisë, por në rastin konkret të Ministrisë së Brendshme, vullnetit paktën edhe në komunikim me publikun, që është e vërteta, zoti Balla ka pasur, meqense ka premtuar që do ta zbardhë ka pasur një qasje më mbështetëse ndaj policisë së shtetit. Paktën ne këtë shikonin në publik, bënte vizita në për komisariate, vizita në për pikat kufitare,
i shpërndante ujë turistëve, kështu që ka qenë një, për sa i përket mbështetjes morale dhe le të themi në publik, policisë ka qenë diçka pozitive që nuk ka ndodhur me asnjë ministër tjetër përveç zotit Tahiri. Pra edhe zoti Tahiri ka qenë goxha bashkëpunues me forcat e policisë. Dhe kjo është diçka pozitive, pra nuk duhet të kemi thjesht ministra të cilët qëndrojnë në zyrat e tyre dhe nuk inkurajojnë punojësit e policisë shtetit, cilët mirë që nuk kanë një mbështetje të mirë financiare për vete dhe për familjen e tyre, por kanë edhe arogancën e tyre drejtuesve të cilët i konsiderojnë këta si slevër. Kështu që kjo është për të përshëndetur. Për sa i përket rastit të ndalimit të zotit Abdylaj, domethënë këto ditë e fundit, kjo është një aksion goxha i rëndësishëm dhe metodat të cilat janë përdorur kanë qenë metoda speciale me pajisje të cilat kanë bërë të mundur gjurmimin e tij dhe u publikuan në fakt edhe pamjet momentet e arrestimit. Do të bashkëpunoj, mendoni ju, me drejtësinë Abdylaj dhe çfarë mund të zbardhet gjithmonë nëse mund të jetë një bashkëpunëtor? Jo, kalojmë te kjo, mua më bëri përshtypje sepse ai aty i tha në emër zëvendësitorit të policisë Durrësit. Pra ai si e pat këtë? Tregonte njohje me të, ishte një kërcënim, çfarë? Po, kjo tregon shumë. Kjo tregon që fakti që ai e njifte kaq me detaje, pra duke qenë i maskuar, tregon që ka kontakte apo le të themi marrëdhënie midis grupeve kriminale apo antarëve të tyre me policinë e shtetit. Pra fakti Avokat, nuk është e vështirë të njohësh drejtorin edhe nëndrejtorin e drejtorisë së një policie të një rajoni të madh, siç është edhe Durrësi, Tirana. Po, zoti Rexhepi. E cila është me një uniform të cilën e kishin të gjithë, ai arrit me antiplum, aty arriti dhe ta dallonte. Kështu që kjo më sjell mua dyshimin e arsyeshëm, por nuk dua që kjo që them unë është thjesht një hipotezë. Po, për ta përmbyllur, avokat, jam në fund të minutazhit. Që lidhja e krimit me policinë është në simbiozë me njëra tjetrën dhe policia, prandaj ndodhin edhe vrasje, sepse e qartë, edhe atë si verdikt gjykate në fakt për te dyshimeve që ngritët. Zoti Rexhepi, si mendoni, mund të jetë një bashkëpunëtor i drejtësisë, mund të zbardhet fati i Martinajt apo edhe ngjarje të tjera që kanë ndodhur në Shqipëri? Nëse mund të zbardhet fati, e para njerë, ajo pajisja aty ka qenë dhe mund të arrestohesh dhe më parë. Pra këto metoda specializuara mund të përdoreshin edhe përpara, duke mos e injoruar punën edhe një herë. Nga që kam dëgjuar në media gjithmonë, kam përshtypjen se personi i cili ai ju drejtua është kërcënuar në Mosgaboj dhe është nëndrejtori i Durrësit. Në Mosgaboj, në media ka dalë dhe s'është çudi që ky kërcënim e ka vënë në lëvizje shtetin. Ditet që ndalesa e fundit e Vis Martinajt kam përshtypjen që ka qenë tek Abdylaj. Edhe këto informacione mediatike. Kështu që në këtë kohë domethënë pritet që mbas e kanë një zbardhje të re. Ajo prerje që pash unë atje nuk është vështirë që të bëhet tentiti i venduar, por mendoj që si hetimet, si këto Sky dhe Enkrot aty kanë qenë, po ndoshta kanë pritur kohën e dur, ndoshta të mbarojnë zgjedhjet, pastaj pikapin krimi do të di që politika e përdor edhe e flak pastaj. Po edhe këtë qartë. Ju falenderoj shumë për kohën, zotrin. Ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, kthehemi pas pak.